Çfarë është përditshmëria jote, Sabina? Si e fillon ditën? Përditshmëria ime është që kam një punë 8 orare çdo ditë si të gjithë shqiptarët. Bëj shaka, presim me këtë. Ju përshëndes edhe një herë, faleminderit që jemi së bashku. Përditshmëria ime është gjithmonë e ndryshme nga njëra ditë tek tjetra, sepse përveç moderimit unë bëj edhe gazetarin e terrenit dhe sigurisht ka çdo ditë intervista të ndryshme në terren me personazhe të ndryshme. Nuk ka kur një orar. Po e ndishi apo ta ulim pak, ja ulim pak. Po më ndjek ja ku jam. E ndishi, okay. T'ja ulim pak. T'ja ulim pak. Po, unë gabon për flas nga dalë. Unë nuk di të flas nga dalë, po për zonë. Po mund të përpiqem të flas. Po patjetër, po. Është zgjedhja jote që ditët e tua të jenë të ndryshme apo puna juaj jau no? Është edhe zgjidhja ime, është edhe puna. Po më falë, më është bërë reflekt në që kam gjithmonë mizë, po ju e pasi me mikrofon me akullore këtu në studio. Nuk kemi pasur buxhet për podcastin e këtij viti, ndoshta vitin tjetër gjëra ndryshojnë. Me shpresën në Zot, me ndihmën e digital, çdo gjë do të ndryshojë. Me digital fitohet çdo sfidë. Është platforma televizive të gjithë shqiptarëve. Çdo ndeshje në digital, ju përshëndesim. Faleminderit që mundësoni emisionin ton. Sabina. Po. Çfarë të jep terreni që nuk ta jep studioja televizive në kuptimin ku e ndjen veten më mirë, më fort, më e ndjej veten në terren. Në terren. Kjo ka të bëjë me tipin tuaj? Nuk e ndjen në terren, edhe në terren. Në terren. Kjo është problemi në kosh, ne s'kemi R dhe R, ne kemi një R në mes. As foto, mja. Nuk e përdoj të mjaft. Po ne përdorim boll. Bolla, man. Ju e dini, është një këngë, nuk e dojë ta keni dëgjuar një herë që është. Ka gjë, publiku se e presim to, Ba. Në mënte mi amorevanë. Po për zotin këtë gjërë, po jo është këngë. Nuk thale, për zotin. Ma që përsi e këtë gjuar. Ku ka këngë që se kam dëgjuar unë? Po e disa e thotë, për zotit në shka që gjatë, të më dhe shumë e gjatë. Edhe më banë për më shumë. Po. Kushtot bo më O, më undë të, oke. Një, 2, 3. Historia të rgoj që o vazhon akoma. Në Në studion në bashko